Lena Mimbrova, mirë se erdhe, knaqësi që të kam në Libero. Faleminderit për ftesën, knaqësia është e imja. Unë të prezentova si Lena, po në fakt me letra je Albulena. Po. Ashtë ti si ke qeft njëhesh më shumë, apo... Për mu, Albulena është vërtet emër i bukur, është emër historik, është emër shumë reprezentues, por me gjitha ta shpesh më tingëllon si i huji, sepse as prindë mi nuk më thrasin Albulena. E kom pas cek njëherë emrin Albulena ma ka përmend vetëm motra kur është bërë nervoz me mu, Albulen Ishe nervoz, po Për ndryshe gjithmonë më thrasin Lena, shoqnia, më punë, gjithka. Edhe tash kom fillu edhe edhe në përshfaqen, nështë ta najherë në poster ma qesin emrin Lena dhe nuk e ndroj, thëmë okej. Po asnjëherë nuk kom dashur më ndru edhe në dokumenta, sepse me gjitha to... Se di, e kom përshtypjen që nëse i kisha ndru në dokumenta, i kisha trathu një lloj, një pjesë jetës teme, një diçka timen, ku nuk di as me shpjegu, po... Kur e nënshkruan, kur e bën nënshkrimin, e bën veç Lena, apo e ti... Jo, me A e bën. Oke, do më thonë mirë është. Ti e aktore. Aktron në për intervista? Si ishe intervistat, paraqitjet publike, kështu si aktore? Fjalla aktrim, rrjedh nga anglishtja që do të thot act, që i bjen me vepru. Do mos dëshmërisht ne veprojmë, ne aktrojmë jetën tonë, por me gjitha të, në për intervista, mundona me qenë vetja edhe mos, ku e di, me thonë ato që e menoj, por edhe ato që ka du me thonë. Do më thonë nuk parashihen kështu konstrukte, fjali, tema që janë të gatshme. Zakonisht jo. Zakonisht jo. Po në jetën realet, ka rënë të aktrosh, ka situata kur duhet të mbyllesh syt të aktrosh, për dalë për situatës, për shembull. Gënjej nëse thëmë jo, kështu që naturisht që unë besoj që këto e bëjnë krejt njerës, se bëjve qune. Gjithë e kemi një lloj aktrimin vete, kur gjindemi në situatat palakmushme, kur në nalë policia dhe thotë që se ki qenë pak ma shpejt se që duhet. Edhe dush me thonë falë se e kom një punë që ashtu. Kështu që po. Veç edhe një pyetje për këtë pjesë, sepse njerëzit e keq kuptojnë, kur thu po aktron, ta marrin gjithsesi për keq, po ti mund të aktrosh për ta nxjerrë prej situatës dikon tjetër, dhe kjo është pozitive. Po, por edhe një diçka, në profesioni në bazë në mëson që për të... Zonja mirë? Në rregull. Një farë aktrimi vogël. Shumë mirë. Baza profesionit tonë është të qenurit i sinqert. Edhe nëse nuk je i sinqert, nëse nuk i qasësh sinqerisht rolit, nëse nuk je i sinqert me vete, nëse nuk je i sinqert me partnerin s'ken, nuk ki me mri me bo kur gjo realisht si aktor, pra ndaj, shpesh herë, aktorët merem në është asi qenjët çuditshme, si njerëz pak matë çuditshëm që e ka një lloj botën vete për faktin, sepse shumë shpesh shpërfaqemi të tillë si jemi, pa maska, për thjesht vlojmë, shpërthejmë edhe gjithmonë e tregojmë fytyrën tonë të vërtet, sepse nuk duket paradoksale, e di, por megjithatë, nëse nuk je i sinqert, në art nuk mrin kur asnjëherë, asgjë. Faleminderit shumë. Kemi kërkuar nga ti të sjellësh diçka në kutinë e kujtimeve. A mund ta shohim, ta zbulojmë bashkë se çfarë ka në kutinë e kujtimeve sonte nga Lena? Para se me hap, nashta po du me bo një përshkrim të vogël në kuptimin që do isha me pru diçka që i përket viteve të para luftës, edhe fatkeqësisht gjatë luftës shtëpiat janë bastis, janë edhe shumica e kujtimeve të mia janë zhduk, nuk janë më. Një për kujtimeve ma të bukra që kum pas ka qenë një drenush prej kauqukut që e kum adhëru edhe gjatë luftës më ka humbë. Bile për atë drenush kum pas dhoni një lloj interviste për gjërat e humbura gjatë luftës, edhe për mu si fëmijë ka qenë shumë e rëndësishme ajo drenush, ajo lodër që ka qenë edhe motrës time, ka vazhdu me qenë emja. Me qef e kësha pru ato, po nuk e kam. Nuk e ke. Ama e kujton edhe e përmend kaq vite pas luftës. Do të thonë është diçka që
rënjose të thellë në kujtime. Po, ka qenë lodër në fakt që e kom përdorë edhe si rekuizit, sepse ata kom ditë shpesh me bo si kali, shpesh me bo si ulse për piano. Kretë format e mundshme e kom shfrytzu, do me thonë nuk ka qenë veç një drenush kaq, po ka qenë përtej një lodrës, do me thonë është shëndru në bazë të imagjinatës fëmis natyrisht, është shëndru në shumë qka tjetër dhe ka qenë lodra ime ma e dashura, po që ku me ditë ku ka përfundu. Okej. Sigurisht historisit tuat kanë shumë kosovarë. Pa tjetër. Edhe kjo nuk do të thot po, kjo është zdu me krasu, me humbje tjera në luft, as pak as nuk du, me hija në i pare, po për kujtimet e vogla, po që na si fmi na kanë dhonë siguri, sepse ajo lodrë vërtet më ka dhonë siguri, si ka fmi që kanë për shembull një batanie që s'mujnë me ndru kur, ose një lepurush, ose një diçka, unë e kom pasat drenush, po ja që e kam tash vetëm kujtime. Okej, faleminderit shumë. Çfarë ke sjellur sot? Qysh po e shihni është shumë një album shumë i vjetër. Kujtimet e Lenës. Po. Okej. Këtë album e kanë rujt me shumë dashuri printe mi, edhe i kanë gjitë fotot ata në vitet 90-ta, edhe një farforme që kretë fëminia ime është në qëtë album. Edhe është, nuk di prej ka e kanë marrë këtë album, po me gjitha to mu duk interesant sepse ka shpëtu prej luftës. Çfarë ka, mund ta shplegojmë? Pa tjetër. Lenat vogla kam dhe i shkrim dhe i diçka. Jo, shkrime s'ka, veç ka foto prej kur kam qenë shumë fëmijë edhe këto nuk më kujtohet, po ka momente të fotove, këto jam me motrën edhe me agjen tim drejtonin. Si e kjo rrethi që ka qenë shumë i famshëm atë? Po, rrethi i famshëm, edhe këto e ka një stiker të fabrikës pijeve në Gjakovë. Okej, të saj kohë. Ereniku, apo diçka tjilë. Po, diçka tjilë. Këtu me mamin edhe me motrën, do me thonë shumë e vogël, si kom pas asë një vit. Disa foto dhe kanë humbë, fakt. E këtu, për shembull, du me shpjegu, këtu ka qenë aktori Sulejman Lokaj. Okej. Edhe qa ka ndodhën, shumë shpejt e kom kuptu që Baba Dimri nuk ekziston. Ani pse në qerë dhe na vike vjet për vjet Baba Dimri më na sjell dhuratat, po Baba Dimri është kolegi mamit, i ndjeli Sulejman Lokaj, edhe kur vinte më na sjell dhuratat, unë e kuptesha që ajo është bacasul, që kemi thonë ne. Edhe kështu që këtu i kom pas 4 vjeç, po e kom ditë që kësë është Baba Dimri vërtet. Do me thonë është thjesht një aktor që po vjen me na sjell dhurata i maskun si Baba Dimri. Okej, do me thonë herët e pas ke këtë fatë. Që edhe këto njëjtë me bacensul, po në qerdhe. Për sëri bacensul. Po. Edhe kjo foto është interesant se flet shumë për neve, këtu e kam një libër, një tekst, ku e di edhe motra ime e ka një def, që pas jemi rritë, motra ime ka studiu muziku në aktrim, do të thotë unë jo marrë me tekste, kjo marrë me muzikë edhe një farforme e kallëzën shumë për neve dyjave, që prej kur kemi qenë të vogla, jemi marrë me kushtimisht po thëmë spektakle. Kjo ka bo muziku. Okej, interesant. Edhe këtu foto familjare, nuk e dia është një foto, po që kjo foto qëtu jena përmi bunar. Përmi bunar edhe që kjo më kujtohet sakt mu që kjo moment. Si përmi bunar? Bunar i mbyllën ka qenë, por fmi shërë, po aje ka qenë shumë i mbyllën, s'ka pas qysh, veç nga kanë qitë për me bo foto. Po të qenë fmi shërë, i më shesha me kom, thesha me bum, nëse bim që ka ndodhë. Nëse mirë që se ke. Si fmi, i kom, po, edhe këto me një tas fest të mamit që gjithmonë të pas nevoj me shtu dishka, me bo dishka, me mos me qenë kur. Po janë foto shumë të vjetra dhe shumë. E ke falenderu mamin që ta ka rujt këtë album? Pa tjetër, po. Dhe sa heri she, sepse unë për shemë të kësaj moshe nuk kam foto. Kam një, dy, diçka që mu kanë zhduk. Ty ti pas kanë rujt. Po, po. Këto janë për shembull fotot e Ulqinit. Ka qenë një gru, Fatimja, që ka pas emnin, me siguri tash është ndjel, po një kom thonë gjyshe, sepse gjithmonë pushimet i kemi bote ajo, të njëjta shtëpi në Ulqin, edhe kujtimet ma të bukura janë që to vitet 90-ta kur kemi shku në Ulqin, gjatë krejt dimnit, ndrejsha kur të vjen dita, me hyp në autobus edhe me shku verës në pushim.
Faleminderit shumë, Lena, për këto kujtime kaq bukura nga Fëmiria. Edhe këto nashta që këto janë disa foto pak më të mira që mi kanë bojë, një lloj photoshooti. Edhe kjo është foto kur kom pas 6 vjet nashta 7. Të marrë poza. Faleminderit shumë. Kjo pra ishte Fëmiria, por do të kalojmë tani në një let, ta shohim Lenën në tjetër dimension. Dhe janë 2 foto të ndryshme. Janë 2 foto të ndryshme, realisht janë nashta një vit i kanë nënmjet. Kjo fotoja e dytë është në 2015, fotoja e parë këtu është në 2016. Pse i kom gjetë këto foto është se fotoja në djathën tonë, është prej shfaqjes Budallent, nga regjisori Florent Mehmeti, nuk kom pas në rol shumë të madhë, për me gjitha të, ky ka qenë roli i parë si aktore e ansamblit rezident të teatrit kombëtar. Edhe për mu është një prej përmbushjeve më të mëdha që i kom pas si aktore, për faktin që prej kur kom qenë studime, kur kom shku në teatr kombëtar, edhe kur më ka ra me unë gjitë shkallëve, me shku me pi kafe në bife, gjithmonë ndrejsha, thesha, anë vjetë dita me u bo pjesë e këti teatri. Edhe për mu ka qenë një diçka e jashtëzakonshme, një diçka që e kom ndru për vitet të tëra, edhe në 2015 kom pas fatin me ju bashkangjit trupës rezidente të këti teatri, që do t'i rikthejmë shumë shpejt, edhe vërtet teatri kombëtar i Kosovës për mu është shtëpia ime, është zemra ime, është vendi që kom kalu edhe do të kaloj kohë shumë gjatë aty, edhe vendi ku njihna shumë mirë edhe nuk e ndroj me kur gjo mbut. Okej. Tani, për shkak se jeni në teatrin e Gjakovës, nuk jeni aktive këtej shumë. Jo. Më thonë, është diçka që duhet ta bizulloni. Gjatë karjerës, aktorët i kanë disa periudha heshtje, se mund t'jesh gjithmonë shumë aktiv. Për ty, cila ka qenë heshtja ma e madhe, po them kështu? A ka ndonjë periudhë heshtje që nuk ke qenë shumë aktive? Realisht, periudhë të heshtjeve kom pas veç në për televizione, vetëm saj përket serialeve, filmave nështë jo me teatr. Janë të qëllimshme këto, të planifikuar, apo kur ndodhen? Jo, domosdoshmërisht, ndodhen për shumë shkaqe. Pak ndodhen sepse është një periudhë kur krejt qonë me bo seriale për një herë, edhe fillojnë 7-8 seriale me u prodhu, edhe është një periudhë ku s'prodhon kërkur seriale, dhe më thonë, kena pas, jem të folë për periudhën gati 20 vjeqare, që unë kom fillu më marrë me këtë punë profesionalisht. Por, me gjitha të në teatr, nuk më ka ndodhë me më kalu viti, pa e bo s'paku një projekt. Sepse mendoj që teatr me gjitha të kërkon një lloj kondicioni, kërkon lloj angazhimit vazhdueshëm që me qenë në formë sa del para publikut. Teatri është vërtet kategori ma rëndë se filmi, edhe vyn potencial edhe fizik, edhe emotiv, edhe gjithçka, sepse filmin s'po thëmë edhe filmi ka specifikat e veta edhe është shumë bukur, kine e mri një emocion, po e përfundon. E ke mri një emocionin kushtimisht, nëse dush me qajt me një skenë, në film qanë, gjirohet, kryet. Por, qka kur ki një shfaqe që dush vazhdimisht me lujt mrena një viti, 20 herë, 25 herë me përsërit, kur fillon gati me të bo bajat në është ajo që ka jetu e përsërit, ku mu gjithë motivi me lujt edhe me qenë gjithmonë top form para ati publiku që ka ardhë me të pa, që e kalon rati në shpiz vetë edhe ka ardhë në teatr me të pa. Pra ndaj, asë njerë fatmirësisht nuk kom pauzu në teatr, për pas periudhës pandemis edhe aty pa ta fillu me marrë role vetë, me ushtru të shpia, monolog të ndryshëm, pa naj ide se qka ka me bo, vetëm thjesht mësojsha tekst e kot, vetëm sa për me majtë trunin, me majtë aktiv. Duat të lasim për heshtjen tani një dimension tjetër, në kuptimin primar. Ka ndonjëherë kur
Se aktorët janë reaktiv, reagojnë, ha? Ke hesh ndonjë padrejtësie që të është bërë ty, apo situatë që e ke vlerësuar se është e padrejtë? Parimisht kam qenë person që kam heshtur. Nuk jam nuk e di është mirë apo është keq kjo pjesë tash, nuk e di. Pak e gjykoj për formën se si jemi rrit, kulturën në cilën jemi mësu me hesht, me thonë, okej, nëse dikush sidomos karshimat vjetrit, gjithmonë nëse tu ka bo pa drejt, ki hesht, nuk e di a është mirë ajo punë, por tash nuk e di që heshti, tash nështë jo, thjesht nuk muj me... E ke ndonjë moment që kishe dash të mos heshtje, për shembull? Të mos heshtja? Dhe më thonë të reagoje, nga e kaluara? Pa tjetër, shumë herë edhe ideja që shpesh herë të bje faji edhe ti nuk flet, atër shumë keq. Po, se di, tash më do të heshtja, kur vërtet më vjen natyrshëm. Ka momente që më vjen natyrshëm heshtja, kur... Nuk ja vlen. Kur s'ja vlen, kur është dikush që vërtet s'më intereson as mendimi, as... Sidomos kove të fundit kom pas bukur disat pa prituna profesionale që më ka ndodhë njetë dhe as nuk më reagu, as nuk jë më bo nervoz, gati, thesha, jë më bo njëri pandjenja ku është problemi, nuk e kuptojsha, por nështë ta vjen për shkak një pjekuris artistike nëse muj me qujt, po thjesht momentet saktune, veç më vjen mos me fol edhe një diçka që mundona me trajnu vetën, është me liru vetën prej gjelozis, prej smirës, prej mendimeve të këqija, prej gjelozis pa kuptimt, prej dashaketësis, s'po thëmë, krejtë këto janë emocione njerëzore dhe gjithë shka, se cili emocion është njerëzor, por njerëzore është edhe me kontrolu edhe me pa vetën kur është të shku menja për të keq, kur jetu e gjelozu dikon, kur je... s'po thëmë që e kom rri këtë punë, po mundona gjithmonë me arnë qatë pikë që me liru vetën. Me liru vetën. Nëse ja rrinë, të lumët. Faleminderit. Se kjo është e fitë që kemi gjithë të lirohemi për këtyre emocioneve të këqija që pasaj na qojnë drejt veprimeve të këqija. Kur je e re, ose i ri, në fillim të karjerës, të refuzosh role, punë, gjëra, është e rrezikshme, ha? Sepse mund të thojnë ndonjëherë që kjo po refuzon, ju rrit mendja, refuzimit ti hum mundësit e reja, e tjera. A ka diçka që ke refuzu ti, e që sot e konsideron si nga ato refuzimet e mira, vendimet mira që i ke boti? Po, edhe pse ka qenë një projekt shumë i madh, në një prej televizioneve kombëtare në Shqipëri, po e kom refuzu atë projekt edhe jom konë shumë e lumtur, vazhdoj me qenë shumë e lumtur. Ajo është kryaj projekt, është bo, edhe për atë ku ka qenë projekt i madh, po me gjitha ta nuk kam qenë rehat. Nuk jom një rehat, se di nuk e kom pas ndjenjë e mirë në raport me kretat produksion, edhe kom thoni jo. Kom pas edhe zgjedhje gabushme, kom thoni jo, edhe për diçka tjetër që tash menoj nashta... E kundër të asaj. Edhe kom pas mundësin me shku në master në studime në Itali, edhe mbriva me u pranu në master, edhe në fund, hoqa dorë, sepse më patenuar 2 projekte për njëherë, 2 seriale për njëherë, edhe më duk që masteri ka qenë për menaxhim dhe projektimin ngjarjeve kulturore dhe artistike, që tash është... Kishë shërby shumë të... është jashtëzakonshëm, ka qenë drejtimi jashtëzakonshëm, në fakt, po në atë kohë mu dëkë që kër e mora listën e landëve, kër e pash që ishin shumë ma tepër ka ekonomia, se sa ka arti, thash që unë po du mu tjetërsu, unë po du mu konë mu aktore, mas krej kësaj. Tash po e kuptoj, sepse ja ka vlet të isha shkëput 2 vjetë, po e kisha iden që qështu që pi refuzoj punt, më harroj njerës, shkëput nga prej rethit, edhe qysh rikthena unë e prap, e kisha përshtypjen që humbi shumë nëse shkoj. Tani këto përgjigjet tua janë të vlefshme për të rinjt, sepse është një mosh kur gjithë shka që vjen dëshiron ta
rëmbesh, ta marrësh si mundësi. Po pikërisht rruga jote trasohet tek ato që nuk i merr. Qashtu është, po qysh do qoftë, me gjitha ato, gjithmonë ndodhë diçka për një arsye, edhe fundja... Ajo që është e jotja së jëm pajtu me fatin që nëse unë vërtet kom vendosë mos me shku, e kom një qashtu, e kam një lloj pendese të vogël, por jo shumë të madhe, sepse me gjitha ato, unë vërtet në atë periudhë kom punu shumë, edhe kom rrinë një lloj autonomie financiare, jo pavarësi. Okej. Çfarë të ka mësuar, apo çfarë ke mësuar nga gabimet profesionale? Nuk e di me thonë konkretisht, veç di me thonë që gabimet profesionale, nashta si kisha qujt gabimet sa i kisha qujt dështime. Dështimet në rolet ku kam dështu edhe vërtet kam dështu, ka role që kam dështu, edhe pse plot njerëz plot aktor nuk e pranojnë, unë jam shumë rehat, sepse që ato dështime më kanë bo me qenë edhe ma e fort edhe me... Po ja thu se është dështim, a? Po ja akcepton? Pa tjetër, po. Për rrethana të ndryshme, por një prej roleve për shembull që unë e konsideroj që ka qenë rol i jashtëzakonshëm për mu, mundësi e jashtëzakonshme, thjesht ka qenë kafshat e madhe për mu në atë kohë, edhe nuk ja kom dal me dhonë maksimumin tem si aktore. Fatmirësisht, fati ka dash që me po të njëjtin regjisor me punu mas 10 vjetë, edhe rastisht arë puna që në prap me qenë me punu mas regjisor, edhe ai ma i kënë menë si një qik e reje cila nuk ja ka dal, e ka qu deri dikund, po jo deri në fund. Po konë shumë sfiduse për mu ajo pjesë. Sa e pa ta përfundu fakultetin edhe isha me super aktor, me gjigant të aktrimit, isha në skenë me Yll Kamujon, me Bajro Shmjakun, edhe unë isha një aktore cila sa po kishtë dalë për studimeve, edhe për mu ka qenë përvoje jashtëzakonshme, kom mësu shumë edhe asë një moment nuk jam një e gjykune për tjerve, thjesht unë e kom gjyku vetën. Qatë shumë sa, që ato gjykime më kanë shti një farforme mu zvogëlu në ashtë në skenë, mësë me ardhë madhështin në dritën e duhun që ishtë dasht me ardhë. Edhe... Çfarë ndodhi pastaj në eksperiencën e dytë me regjisorin? Pastaj ka qenë eksperiencë jashtëzakonshme edhe... Kur përfundoj projekti, na ka dhonë një kartolinë se cilit, veç me një dedikim, edhe kur e pash më kishë shkru mu, tha, pas 10 vjetë, tha, le që po të gjej si aktore rezidente, edhe i martu, edhe frizurën e pas këndru, po tha edhe i e kryu si aktore mrekullueshme, bravo, edhe vërtet për mu, s'ka pas knatësi matë madhe se sa, mos me dëshpru për s'dyti herë një regjisor që po ma ep shansën e dytë, pavarësisht që herën e parë, unë s'po them, ajo roli është kry, unë e kom kry detyrën time, po jo në është atë që aty ku është dasht me qenë, po ka qenë shfaqje e madhe me 20 aktore dhe dika... Mbetët dika në skenë, po ti nuk jenë di se e ke jo. Shkelqimin e dur. E ke ndjesi kur ishe edhe rolet tjera, për shembull, ke ndjesinë të qenit kritike ndaj vetës, si do ta bëja, si kur ta bëja përsëri? Kam qenë shumë e ashpër me vetën, në fakt. Zakonisht... A e ashpër apo kërkuese, po themi maj butë? Jo, e ashpër, po. E ashpër në kuptimin që gjithmonë, asë njerës kom qenë e knaqën, gjithmonë kom pas dilemat mëdhaja, edhe asë njerës kom gudzu me i pa shfaqet, kër i gjirëshin s'kom gudzu me i pa shfaqet. Në pandemi i shot disa shfaqet që i dhanë online, edhe shot thash s'ko këna konë qa që keqë. E pash vetën që jem konë, prandaj po thëmë, kom qenë shumë e ashpër me vetën, edhe shet që pas na pas bo një farë punë, po thjesht s'ja kom pranu vetit, nuk jem konë falenderuse për qenjen time që sa kom bo në një projekt ose në tjetrin. Po të tjerët ta thonë? Jo tjerët s'ma kanë thonë, kjo është e jemja. I Liri ma ka thonë fakt me një projekt të cilin
atër s'kemi qenë bashkë, por ka qenë edhe atër këmë qenë... Tash e thot po. Tash edhe mazi. Jo, për ndryshë është shumë korrekt në kritikat e ti edhe natyrisht që ja pranoj, po tashmo konsideroj që me 5 vjetë e funit, me projekte që i kom bo, nështë ta muj me t'inglu jo modeste, po vërtet kom rri stabilitet shumë të madhë profesional në teatr edhe jam rehat. Dhe me thonë, tash di që ka du, tash di që ka bëj, mas kretë kësaj periude. Iliri ma ka pas thonë, ardhë me pa një premier edhe atëre u shkryshin gazetat. Edhe gazeta del mëngjesin e premierës. Mrami është e premiera dhe Iliri lexon gazetë se kanë thonë për mu ylli i ri i teatrit kombëtar, po vjen e bla bla, më kanë lavdu shumë. Edhe Iliri ka lexuar një super deklarat të aktorit Luanjohan atë kohë, që ka thonë për mu, edhe Iliri ardhë me qatë përshtypje me më pa në shfaqje. Edhe nuk i ka dalë që ashtu. Ma ndej këmë thonë po, sepse Luanin e kom pas partner në skenë dhe Luani e ka pas për krejt procesin, sa kom qenë angazhune, sa si aktore rejtë, që shë kom thonë maksimumin, edhe tash pritshmërit, kur të rritën, është problem, a i ka ardhë me pritshmëri, po ajo kon të ajë. Oke, po tani në regullohen pritshmërit. Një person tepër i dashur i yti, nga e cila në një form apo një tjetër ti i rrit bashkë me ta në përskenat ndryshme, sonde nga ka dërgu një video mesazh, surpriz për ty. është surpriz edhe për mua, sepse nuk del në për intervista tepër rall, por për ty e ka një video të shkurtër dhe një mesazh. Ta ndjekim. Përshëndetje, gjithëve në studio. Unë nuk do të flasë me fjalë të mëdha, filozofoj apo ku di unë, po do të flasë me fjalë të zemrës. Përshëndetje, Albulena. Përshëndetje, Qika Lalës. Ashtu si shtë thras une. E thras kështu se Lena është rejtë në përduar tona në teatrin tonë, Gjakovës. Dhe që ose dikush e ka njës karierën shumë herët, ma herët se une, është Albulena. Ajo ka shkel e ndrasat teatr që shka qenë 3 vjeç apo 4. Ka lujt rol. Mandej ka lujt në shkollë fillore në klasë parë, mandej shkollë mesme dhe kështu ka vazhdu me vitet tona karierën në teatrën e Gjakovës edhe tutje dhe kom pas kënaqësin të luaj edhe unë me ta bile. Më kanë thënë të bëj një pyetje, jo. Unë nuk do të bëj pyetje, po do të konstatoj diçka. Albulena është një kolege, një grua, një nën e përkushtume me plot dashuri. Si dhe një drejtoresh që ne kemi pas fatin ta kemi. E që jam e sigur që shumica teatrëve na kanë zeli për ta. Më thonë të jap një mesazh me kënaqësi. Çdo femër që ka dëshirë të merret me këtë punë, me teatr, pikës pari duhet të kenë vullnet për punë, të kenë dashuri për punën, disiplinë, edhe se të gjitha këto i kisha përmbledh me një emër e që i ka të gjitha, është Albulena Kryesiu Bokshi. Të dua zemër. Faleminderit shumë Mirvete Kurtishi, aktorja nga teatri i Gjakovës. Faleminderit shumë.
Kisha dash mi përqaf, si tash përse ka ma për... Për qafojë në distancë. Po, jo, shkojnë Gjakove dhe shkoj e përqafi. Qysh e tha, shfaqen e parë, e kom lujt pikrisht e Lalabute, qysh i kom thonë gjithmonë Lalabute, më ka marrë në shfaqjet saj, dhe princesha shkrepave është qujtë. Si fëmi? Si fëmi, po... Lalabute tha 3 ose 4, po në fakt 5 vjetë që i kom pas, po... Sa i kom bush 5, po. Edhe... Po, kanë punu bashkë me mamin në teatr edhe... Ka qenë... Unë, që shë tha dhe kjo, unë jëm rritë në përdurët këtyne, unë jëm rritë tu inspiru prej roleve që i ka bo Mërvete Kurtishi, ose që shë i tha unë Lalabute, edhe kom shku shumë shpesh në prova, edhe kom su prej disiplinës tyne si aktor, qoftë edhe prej të madhit Hadi Shehu, edhe prej Jajo Shehut, edhe prej Lida Shasivarit, Muradi e Muriqit, plot aktor Gjakovës, ka qenë një plejade tanë që vërtet në periudhën më të vështirë e kanë majtë teatrin gjallë. Nuk është vështirë për neve sot me bo teatr, vështirë ka qenë për këta, për një smëtar të ati teatri, edhe që nuk jenë dërzu asnjëherë, me elanin më të madh kanë punu, edhe vazhdojnë me punu, edhe është kënaqësi me i pas në teatrin tonë. Me Buten kemi punu edhe në serial bashkë, edhe atë e lujke rolin e nanës teme, dhe për mu s'ka qenë as pak vështirë me pranu, sepse të qenë shoqe e mamit edhe të qenë aktore, vërtet këna pas një lidhje shumë të veçantë. Ka pas raste kur vike dialogu nuk na u përshtatke, në skenari thjesht nuk na u përshtatke, u nalshim të dyjat, e rishkryshim, e ribëjshim, e bëjshim matë natyrshëm edhe matë tonin, edhe kur s'kemi pas të lashe. Faleminderit për këto fjallë bukra, nuk e di... Zdia i meritoj të në këto. Pa dyshim, për qafimi, Faleminderit. Zvinë Gjako. Faleminderit shumë. Tjena, do të shkojmë në publicitet dhe këthejemi në pjesën tjetër. Faleminderit. Reisebyrå Prishtina. Fluturime direkte çdo ditë me çmime ekstra të lira. Zürich Prishtinë. Rezervoni online në flyrbp.com. Hajde, përfitë zbritje deri në 25% në furat Beko të serisë B Pro 500 dhe B Pro 700. Merrni 2 produkte, përfitoni 10% zbritje, 3 produkte 15% zbritje, 4 produkte 20% zbritje, 5 produkte 25% zbritje. Wow, jam një biznesmen i vogël. Haha, jepi, hidhu. Thuaj diçka si biznesmen. Qetësoja gojën mendjes në Orbit Gam. Për typu, është mirë. Kupton që e ke tepru, duhet me njëherë me vepru. Tretësi Kot ndihmon tretin në mënyrë efektive, natyrale dhe të shpejtë. Pëlqejeni faqen tonë zyrtare në Facebook. Jemi këtyre në studio. Lejoni që të falenderoj së pari Reisebyrå Prishtina, një kompani me përvojë 40 vjeçare në fushën e transportit ajror, e cila ju ofron fluturime direkte nga Prishtina drejt Evropës dhe anasjelltas në 30 destinacione të ndryshme.
Rajze Biro Prishtina ju garanton lidhje të sigurta dhe të rregullta gjatë gjithë vitit. Për rezervime, vizitoni webfaqen flyrbp.com apo kontaktoni në numrat e kompanisë që ndodhen në faqen e tyre. Faleminderit shumë Rajze Biro Prishtina. IPCO ka lansuar ofertën promocionale për pakët të roaming me 50% zbritje. Pa QR kod, pa SIM kartela, shumë thjesht, vetëm me një kod përdoruesit mund të aktivizojnë pakon e dëshiruar roaming dhe të lidhen me internet në Kosovë, në rajon, në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ma lehtë dhe ma lirë se kur më parë. Këto pako ofrojnë aktivizimin e pakove me njëherë përmes kodit të shkurtër ose përmes aplikacionit MyIPCO. Mbulim pa SIM kartela shtesë, pa QR kod. Tani edhe me super çmime dhe fleksibilitet sipas nevojave të udhëtimit. Pakot janë promocionale me zbritje 50% dhe ju merrni 3 GB vetëm për €2.99 ose 5 GB për €4.99. Faleminderit shumë IPCO. E di që jeni lodh duke kërkuar çmimin më të mirë për shtëpinë tuaj, por ju njoftoj se Ankandet.com po e ndryshon lojën në Kosovë. Nuk është thjesht blerje, është garë ku ju e caktoni çmimin. Nga pajisjet më të reja elektronike deri tek mobiljet dhe aksesorët unik për shtëpi. Në Ankandet.com, brendet prestigjioze i fitoni me çmime që nuk i keni imagjinuar. Hyni në Ankandet.com, bëni ofertën tuaj dhe e merrni më të mirën, më lirë se kudo tjetër. Faleminderit shumë Ankandet.com, faleminderit sponsorëve. Vazhdojmë bisedën me Lenën. Do ta shohim një fotografi tjetër në LED. Stin dashurie. Këto e bona për shkak të publikut, në fakt, sepse... Pse për shkak të publikut? Se publiku e ka ndosh shumë, edhe zakonisht gjithë më pyesin pse nuk ka përfundu, kur ka më rikësi, vazhdojnë me pyet, sepse vërtet ka mbet pezur. Rrugës. Pse nuk ka përfundu? S'ka përfundu, sepse producentët nuk ja kanë qitë pikën. Po edhe... Me që jemi në televizion edhe rrugtimi ka qenë i hershëm fakt me serialet Spital Lex ose Lexi në qytet. Samir, po Stin dashurie ka qenë roli jam i parë kryesor në seriale edhe aq më tepër që ka qenë serial dram, gjë që më ka më ka jap shumë kurajo, më ka jap shumë vëmendje si aktore edhe me një periudhë kur shumë pak kush ka punu, ajo seriali ka qenë një trampolinë e mirë për me... Tani, teatri ta jepat përmbushjen profesionale të aktërimit drejt për drejt. Ta jep një publik më të afërt, po them unë më të kualifikuar me sy më kritik, kurse seriali qon tek masa. Edhe te fama. Si përjeton këto të dyja ti? Në periudhën më të hershme, nashta e kom pas ma në qef me qenë shumë ma edukshme në televizor, me qenë ma prezente. Tash nuk e kam me pa tjetër. Tash nëse bëj se më vjen një rol i mirë, ose vjen një pagese mirë, edhe pranon. Po për ndryshe... Ka motive shtesë. Po, sinqerisht. Për ndryshe nuk refuzoj shpesh seriale, sepse thjesht nuk më përmbushin ma. Sidomos për faktin që janë shumë të shpejta, forma që zgjirohet, forma sa shpejt shkryet skenari, shpesher është i mendu nëse jo mirë i mendum, edhe je një farë forme gjithmonë gjujnë në det pa dit me notu, shumë shpesh të ndodhë kjo. Po, për mu ka qenë... Ka shumë momente të pa të bo. Po, sakt, qaja. Edhe nuk ka më kuptim. Në ndërkohë që teatri t'jep një lloj komoditeti, t'jep një lloj rehatie në kuptimin që kur merr me punu një rol, e ki kohën e duhur, e shijon atë rol jashtëzakonisht procesin e përpunimit atij roli, deri te premiera që pastaj emocionet e premierës janë të papërshkrueshme, janë kretë kohën punojmë për qatë premierë, për qato momente sa zgjatë, edhe interesant që gjithmonë premiera zgjatë 5 minuta.
se të shkon për shkak të ngarkesës emocionale, duke që ka shku shumë shpejt, edhe shpesh nështë ka përcen komplet shfaqja pa vedijet, punon në vedia si aktor. Duke qenë komplet në rol. Po, edhe veç e shet që u kry, e para shfaqjes ki qasi adrenaline, ki qasi treme, qasi emocione që janë shumë emocionet përzime, e pa ta ledzu dikun është barabartë si me bon ndeshje dhe mi thy 20 eshna për një herë. Një studim që e kanë vo, dhe me thonë... Ashtu e përjeton? Po, jo, një studim shrujke qka përjeton një aktor para një premierës edhe gjatë premierës. Dhe me thonë është si me bo aksident edhe me të thy 20 eshna. Edhe vërtet janë emocionet të forta të përzime, po s'ka ma bukur. Është një gjendje surreale. Duke e përshkrup të gjendje, a ka role që i merë edhe në shpi? Me vete, po dhe më kështu. Për shkak tematikës, për shkak ngarkesave emocionale. Sidomos roli fundit, për shembull, 5 ftyrat e heshtjes është... 5 ftyra? 5 ftyrat e heshtjes. Nuk mjaftojnë 2 ftyra? Jo, janë 5, sepse janë 5 llojet heshtjeve, edhe fillova më rënqith, veç ka qenë tematik shumë e rëndë, po në fakt trajton dhunën në familje, e dhunën e prindit ndaj vajzave, ndaj gruas, edhe artistikisht është shumë teksti bukur, e ka shkruar një britaneze, por në fakt është shumë e rëndë. Edhe çka ka ndodhur, sa herë jemi këthy në shpesë, sepse kemi punu bashkë me Ilirin, e punu tash s'ka një muaj që patëm premierën në teatrin Migjeni në Shkodër, edhe sarë jemi këthy, kemi qenë shumë të rëndun psikologjikisht, e jemi zgjun më mëngjes me po të njëjtën ndjenjë. Edhe patëm Gjakov një rast që njona prej publikut pat të lashe me tension për faktin që vërtet shkund si shfaqje. E përjetoj shumë, sepse përjetojmë edhe na si aktor, edhe me gjitha të është një shfaqje që flet shumë për ditët e sodit, flet shumë për rrethonat, për venin ku jetojmë, po jo vetëm ne, po në gjithë botën, me çka ndodh me dhunën ndaj grave, me femicidin, me krejt këto, edhe teatri, besoj që është forma ma e mirë edhe ma e duhuna për me i trajtu këto tema, për me ngrit pyetje, pa dhonë përgjigje, mjafton me ngrit pyetjen edhe njerëz me pa që vërtet ka diçka që nuk shkon. Faleminderit shumë Lema, do ta ndrojmë atmosferën. Kam disa pyetje, përgjigjet i dua të shpejta. Për ndryshe atë foton tjetër që e pata nuk fol, ajo ke pak ma... Ma herët... Po, ato dyjat që kemi. Po... Që? Kjo këtu. Kjo ka qenë, kur jëmë pranun teatrin kombëtar, kjo ka qenë roli të cilën roli fajtor që unë jë martu me burrin tem. Po që është na iku kjo se? Që është këtë kjo të pare në dashë dhe përmen? Po se e pash në bazë të viteve. Se fajtor? Fajtor. Po menaj, kjo ka qenë projekti... Taksirat. Taksirat, po. Taksirat i mirë. Edhe kjo ka qenë shfaqja Dorëzimi në Spokan, vitin 2016. Ilirin e kom pas bashkëpunëtor në serialin Osamir, ka qenë regjisorë serialit, e majnë mend, prej kur e majnë mend vetën, në fakt, njëm prej Gjakovës shumë mëti, edhe më fton me lujt një shfaqje në Gjakov, thot, jam të fillu një projekt, apo vjen, njëri thash nuk jam shumë e sigurt se mbarë qëfar, edhe e pash që po kisha mundësi shkova me punu në Gjakov, shkova single, u ktheva e martune. Po në Gjakov? Po në Gjakov. Dhe më thonë kjo është në rëndësi. Kam do pyetje shpejt duat në përgjigjesh. Një aktor apo aktore shqiptare që për ty është më i miri? Një. Një. Një fem një moshkulla. Shumë shtirë, shumë. Ose që të pëlqen ty, po e ndroj, që të pëlqen ty. Se kur thu ma i miri, tani është pak danger. Po, definisht, tash me përmen mërë vete kur tishin, i bjen që, kështu që... Ajo dihet? Ajo dihet. Përveç? Yll Kamujo. Yll Kamujo. Po, besoj që është aktore
e veçantë, e jashtëzakonshme, e papërsëritshme. Okej, nga burrat? Kretë tash millohen. Kretë në? Jo, kemi shumë, vërtet kemi shumë. Okej, kemi shumë, faleminderit shumë, nuk po të ngacmoj. Një kolege apo kolegë që të ka surprizuar pozitivisht. Pritshmërit i ke pas tjera, po të ka surprizu. Për në raport? Raport, shoqëror, mirësi, ku e di, shoqëri. Nashta personi që mas shumë të din me të bëjë surpriza edhe me të shku në momentet caktune është Uta Krasniqi. Kështu që me krejt punën që e kena bo bashk, vërtet sa herë me to, ajo prap më surprizon me krejt energjinë e saj të mirë. Faleminderit shumë. Ka një zhanër që nuk do të luaje, shfaqje, film? Heq, në që se ka në ajo s'ka kuptim. Kam zhanëre që preferoj me lujt, por me gjitha ato që si preferoj më do kënë sfidu se pra ndaj gjithmonë Tërheqe. Po. Oke, s'ka të më thonë. Projekti që për shkak problemeve personale me ndonë se nuk e ke dhënë maksimumin. A i që e folën fillim, apo dojë tjetër? Po, nashta ajo, pa ajo ka qenë, unë për marrë për probleme personale në kuptimin kur ki probleme të lasha. Ato kanë qenë probleme thrinist, një qikës re, kështu që s'po dhja është që ajo, po... Ko di, nështë s'ke pas ko me u përkushtu, s'ke qenë e qetë me u përkushtu? Po, nashta është një projekt që e kom punu në Gjakov, sa isha dhe drejtëresh, edhe erë regjisorja Blerta Nezira i tha, po du me qenë edhe ti, pjesë e shfaqjes. Menoj që s'kum rri me dhonë maksimumin për faktin që o dasht me punu edhe në zyre drejtëreshës edhe në skenë. Se kum shiu, as pak. A ka një regjisor me të cilin do dojet punoje për sëri? Cili është aji? Ilir Bokshi. Sungine me Ilirin? Ilir Bokshi, Ilir Bokshi, Ilir Bokshi. Me shumicën e regjisorëve në fakt, sidomos në teatr, me krejt që ka kum punu, me krejt kom dëshirë me punu prap. Edhe thëmë me plot gojen, sepse me krejt kum pas përvojat jashtëzakonshme, diku ma mirë, diku ma keq, po nuk s'kisha me cik, po shpresoj që kom e pas fatin prap me punu me tak, prandaj. Kur kemi diskutu, jemi marrë vesh që të flasim ma shumë, ose kryesisht për punën, rolet, e gjithë shka tjetër, mos me përfshi shumë familjen, përveç Ilirit. Ilirit është i rritun. Se dit, kam të rathtu pak. Hajde. Përsoj kemi ma falë. Okej. Sepse këtu e kam një letër nga dikush. Edhe qelë ka dole me mishti e rrët. Po ta lexoj unë. Ma mirë, okej. I kenja dy pyetje që duhesh më përgjigj. Lena filloi në teatr qysh kur ishte në parashkollor dhe vazhdoi në klasë të parë ku luajti në shfaqjen Nita. Dhe i imitonte të gjitha rolet e aktorëve dhe në shtëpi krijonte skena me kukulla, të cilat i rendiste si nxënëse në klas, ndërsa me zërin dhe veprimet imitonte mësuesen e saj. Lena është një person që i kushton vëmendje, kujdes dhe kohë çdo gjëje që ka rëndësi. Modestia dhe ndjeshmëria e saj, që dikur më brengosnin, sot janë cilësi që ajo ka arritur t'i menaxhoj me maturi. Dy pyetje për Lenën. Lena, si kur të ktheheshe mbrapa, a do të bëheshe prap aktore? Tu i marrë parasysh vështërsitë me të cilat përballet aktori, pyetja parë, edhe e dyta. Çfarë të ka mbetur në mendje kur luajte rolin e një vajze të vogël pa e mësuar ende alfabetin? Nga nëna jote, Servete Kreshti. Kështë të menua ka shumë mamja, babi, a motra, se kërë përmend shpia e pashtë. Këta janë publiku aty. Pyetja para, i kumë nga pishman, kurs i kumë nga pishman, kurs kam i nga pishman, nashta me thonë jam vonë mi nga, as se menoj një opcion dytë, as se kumë pas as njëherë një opcion dytë. Njëherë më kujtohet që kemi udhëheq bashkë një emision, edhe kumë pa që s'jam për atë punë. Kërë ke arë në Gjakov me bo emisionin. Edhe që bisede kem bo, dhe më thonë për
vështërsitë, aktrimi, po gjithmonë kur s'je kanë pishman. Kur. Dhe nuk je. Edhe jam shumë e përmbushun profesionin të cilin e kam, bre, momentet ma të vështira, momentet ma, nuk e di, momentet ma të rona në shtatë jetës, ma jep një impuls që s'di me shpjegu. Ma jep një impuls jetë, edhe ma jep një frimarje. Prandaj, për mu, nuk ka... S'me me thonë që s'kam pritshmëri, që s'kam ambicje, i kam ambicje gjithmonë, por me gjitha ato, parimisht punoj si me punu këtu, si me punu në Broadway, për mu është përkushtimi i njëjtë, edhe njëjtë e shioj. Pa tjetër që me shku ma tutje, sigurisht ka me kushtet janë ma të mira, gjithçka është ma bukur, gjithçka është ma madhe, por mjafton edhe m'del boll edhe m'jep shumë energji, edhe teatri, sidomos, edhe filmi, po sidomos teatri, m'ka bo me kuptu që ka shpresë për njerëzimin, në kohën e inteligjencës artificiale, ka 3000 vjetë që po mbjeton teatri. Prandaj... Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Lena. Pyetja e dytë? Pyetja e dytë, pyetja e dytë, Pa e ditë alfabetin. Pa e ditë alfabetin. Në parashkollor, kur kom qenë une, nuk na kanë mësu, se tash djallit tem ja kanë mësu në parashkollor alfabetin në klasë parve që din, ndërsa neve në parashkollor veç vija na shtishin me vizatu, kaq. Edhe kur kom shku në klasë parë, normalisht me ata betarën e famshme që besoj, hala besoj që ajo betarë është ma mirë se so kjo që e kanë tash, nëse kjo tem tjetër, po vërtet e kom pas shumë vështirë, bilem kujtot mami që ma beke mësoje tekstin të shpia, se kur po mami të vike ketë, sepse ishim krejt rritun, në atë shfaqje ka lujtë edhe Kushtrim Hoxha, aktore jonë i mirë njohur, Regjinë shfaqje se ka boja i ajo shehu edhe one që i lidhësha rokjet në fakt më kujtohet një pjesë kur kisha me pyet babin, a është zoti i vrazhd bab? Unë se disha qka është fjalla i vrazhd, edhe kisha mi ledzu, e se kisha mësu V-R-A-Zhën se kuptojsha, e tash ma kaldzej këtë dikush, e s'ma qitë ke goja atë fjallë, edhe po qëto janë konë Vështërsit asaj ku. po. Oke, do më thonë e kujton, edhe diçka thaja imitojsh e mësusën tonë. Po. Qështë e imitojsh? A mundësh e tash me imitua e kja Se besoj që po imi imitu, se se kom pa mësusën, mësusja besoj jeton në Amerikë, tash mësusja ime, po ka qenë shumë mësuse e rept edhe rigoroze edhe... E kohës. E kohës, edhe une gjithmonë sarë kom shku në shpi vërtet, i kom radhit kukullat edhe kom lujt. Më konë fmi që kom lujt shumë me kukulla, edhe kom aktru, në fakt, për asaj, kom inskenu. Oke, faleminderit shumë, do më thonë, shfaqen si 5 vjeqare, mësuse si 5 vjeqare, gjithë shka ka njësur atje, për të ardhur deri te Lena që e kemi sot. Knaqësi që të pata sonte në lidhje. Faleminderit për shumë, bisedën. Faleminderit. E përcjellim me Duart Rokitje dhe falenderojmë që ishte me ne sonte Lena Kryezju Bokshin. Faleminderit, Lena. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, Zonja.